Allahun e falenderojmë, salatet edhe selamet Muhammed Mustafas ja dërgojmë, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe gjithë atyre që ndjekin edhe pasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e fundit. Allahumma amin. Lut Zotin e Madh që këtë ditë agjërimi me krejt adhurimet që kemi bërë, Allahu të na i pranon. Allahu qoftë i kënaqur edhe qoftë razi me çdo punë që e kemi bërë. Lut Zotin e Madh që kjo ditë të jetë shkak dhe arsye për ta fituar rahmetin e Zotit në jetën e shkurt kësaj dunjaje, që Allahu të na drejtoj, të na udhëzoj, të na përmirësoj, zemrat tona t'i zbut dhe t'i drejtoj, të na mundsoj që frimin e fundit Allahu t'ia dorëzojmë faqebardh. Kjo dritë qoftë afër nesh dhe na shoqëroft në natën e vorrit dhe na u bof dritë dhe ndriçim. E në ditën e kiametit Allahu e boft sebeb dhe arsye që ta fitojmë rahmetin dhe kënaqësinë e Zotit për t'i gëzuar të mirat e ahiretit. Allahumma amin. Tema për cilën kam i thonë disa fjalë në këtë ndeje është një temë shumë e rëndësishme. Do të foli për një tabiat që duhet sidomos na muslimant me pas, me cilën na duhet mu dallu dhe duhet mu veçu, sepse kjo është në rend të parë është tabiati i Islamit. Dhe çdo njeri që e ka këtë tabiat është një islam i gjallë në tokë. Është tabiati i Islamit dhe çdo kush që e ka këtë tabiat, me fjalë tjera është një islam i gjallë që hec me dy kam tokë. Përndryshe është edhe e kundërta. Çdo kush që nuk e ka këtë veti edhe këtë tabiat, muj me thonë me fjalë tjera është një djallë, është një shejtan që e përfaqëson shejtanin e padukshëm, por që ke luajtur rolin e tina me dy kamët e tij mbi tokë. Këtë tabiat ose këtë veti e kanë pas krejt pejgamberët e Zotit dhe nuk ka shans me kanë pejgamber pa e pas këtë veti. Nuk ka shans. Andaj këtë tabiat duhet me kuptu shumë mirë dhe duhet me përvetësu edhe duhet me jetu. Nëse dojmë me kanë musliman të mirë, nëse dojmë që Islami jon me peshu edhe me pas vlerë edhe në këtë dunjë, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhet fjalë për tabiatin që e plotson karakterin e njerit, e që në gjuhën arabe e ka emrin islah, muslih. E keni një emrin muslih? Emrin muslih. Muslih, apo? Edhe salih, e keni një Haxhi Salin e keni. Salih edhe muslih kanë të njëjtin kuptim. Mirë, po unë kam e kallëzuar çka ka dallim mes fjalës salih edhe muslih. Salih do më thonë me kanë i mirë. Do më thonë me kanë i mirë. Ama muslih me kanë përmirësues edhe i mirë për tjetrin. Ose me fjalë tjetra. Qatë mirë shka e ki ti, me pas edhe tjetrin. Do më thonë jemi të folë për tabiatin që në gjuhën shqipe kishmi mujt me përkthi përmirësim. Nuk mundesh me kanë musliman i mirë nëse nuk përmirëson. Nëse nuk ndreq. Nëse e shef një të keqe edhe nuk e ndreq, nuk mundesh me kanë musliman i mirë. Nëse kënaqesh çashtu me kanë e prisht, edhe kënaqesh, nuk pengon, atëherë ktheju imanit tanë dhe besimit tanë, se besimin se ki tamam. Për atë edhe Islami kur ka zbrit me qëtë tabiat. Islami ka ardhë me na përmirësu neve. Islami ka ardhë muslih. Ka ardhë muslih me kanë. Pi ku fillon Islami? Islami fillon në rend të parë me i përmirësu zemrat tona. Do më thonë në rend të parë se Islami shkon me rend.
Për atë, nuk mjafton veç me koni mirë. O vllazni, kjo është dallimi mes neve edhe feve tjera. Nuk mjafton me kon veç mirë në vetvete. Po ti duhet me kon i mirë në vetvete, edhe qatë mirë shka e kitin vetvete duhesh me transmetu të tjetër. Për ndryshe s'mundesh me kon musliman i mirë. Edhe Islami jot nuk ka kuptim nëse ti qështu nuk vepron. Allahu i madh e ka qenë një melaçe, me e shkatru një vend. Edhe kur shkon melaçja me e shkatru atë vend, e shef melaçja si një njerë ishte të adhuru Zotin. Domethënë ka pas një njerë të mirë aty. Ngon e mirë. Edhe kur e shef melaçja se këtu pas ka një njerë i mirë. Pas ka një salih. Domethënë salih me kon i mirë. Edhe i thot melaçja Zotit, o Zot, tim ke çu me shkatru këtë vend, ama në këtë vend pas ka një njerë i mirë. I thot Zoti melaçës, filloje shkatrimin prej atij salijes. Ama jo prej atij salijes. Filloje shkatrimin prej atij salijes. Edhe melaçja habitet. Thot pse? Se ki nuk është musli. Ki akon i mirë dhe nuk i ka interesu për qertë. Akon i mirë veç vetvete. Ama qysha kujshia, së më intereson. Qysha është vllavi, nuk më intereson. Qysha është ai qetri, nuk më intereson. A jam i mirë për vete, u kriju, së s'puna. E kështu s'bën me konë, vëllazni. Qështu s'bën me konë. Islami neve na ban tërbije ndryshe. Islami është i mirë në vetvete. Edhe Islami e ka për qëllim edhe neve me na bot mirë. Edhe na kur të bëmi të mirë, na duhet që të mirë me transmetu të tjetri. Mës me të zonë gjumi për derisa dhe vllavi jot jetë mirë. Mës me të zonë gjumi. Mës me të zonë gjumi derisa edhe shoku jot jetë mirë. Mos me të zonë gjumi derisa edhe dikush që jeton në qatë vendi ku jeton ti, derisa edhe ai jetë mirë. E që kjo është me konë taman. Na për çfarë jemi tu foli? Se me konë i mirë në vetvete është kollaj. Jam i mirë, unë edhe u kriju së s'puna. Ama jo. Jo, Islami ka ardhë me konë ti muslih. Ka ardhë me konë muslih. Jo veç i mirë në vetvete. Se ky model i mirë në vetvete është model i evropianëve. Nuk më intereson për tjetër. Apo? Nuk më intereson për tjetër. E jo kështu. Na muslimanët se kemi kështu. Na muslimanët neve nuk na zën gjumi, derisa edhe vllaun ta shoh mirë. Derisa edhe shokin ta shoh mirë. Andaj Islami ka ardhë me na përmirësu, edhe këtu ka shkallëzim. Piku ja nis Islami me na përmirësu? Ja nis pi zemrës. Qysh ka thonë pejgamberi sa? Inne fil jasadi mudga. Në trupin e njerit ka një copë mishi. Ajo është zemra. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi. Nëse ajo prishet i gjithë trupi. Me shka përmirësohet zemra? Zemra përmirësohet me besim. Zemra përmirësohet me besim. Zemra përmirësohet kur ajo pastrohet prej krejt vetive të këqija, që nuk duhet mi pas një insan. Zemra e mirë është ajo zemra e cila mendon mirë për Zotin, në rend parë. Zemra e mirë është ajo zemra e cila mendon mirë për tjetrin. Zemra e mirë është ajo zemra e cila mendon mirë për tjetrin. Zemra e mirë është ajo zemra e cila nuk ka haset për tjetrin. Zemra e mirë është ajo e cila zemër nuk ka paragjykim për tjetrin. Zemra e mirë është ajo e cila e arsjeton vllavin e vet, edhe kështu me radhë. Që kjo është zemra e mirë. Kur të është zemra e mirë, atëherë këtë trupi është i mirë. Këtë trupi është i mirë. Në rend dytë, Islami e ka për qëllim me na i përmirësu mendimet tona, me na i korrigju mendimet tona. Nëse lexojmë Kur'anin, është interesant se Kur'ani ashtu metodologjinë e ka, domethënë nuk le që ti me i kriju mendimet e tuja për dunjon, edhe për të ardhmen çysh don ti ose çysh të vinë mend tije. Por çka thot mëson? Dunjoja është ç'kjo. Ki kujdes. Dunjon duhesh me kuptu çish ta ofron Kurani, se Kurani ka ardhur për me ta përmirësu mendimin, me ta rujt mendimin, mos shkon ka e keqja.
Dunjaja është e shkurt, dunjaja nuk ka me marrë fund. Këto janë konceptet mendimit tanë. Edhe çka të mëson Kurani? Kurani thot, shirom, kish kujdes. Mos të menojsh se s'ka botë tjetër, se s't'kum kriju për këtë botë. S't'kum kriju për këtë botë. Ki kujdes, përmirësoj mendimin, para se me shku në atë botën tjetër. Se ku të shkojsh në atë botën tjetër s'ka më. U kri kjo punë. Andaj përmirësoj mendimin se ka botë tjetër. A prej argumenteve se ka botë tjetër, prej argumenteve logjike se ka botë tjetër, o vllazni, në dunjë ju vetë jeni dëshmitar. Sa zullumi bëhet? Sa zullumi bëhet? Sa padrejtësia bëhet? Apo shumë padrejtësi bëhet? Po mirë, dikush vdes tu ju bën padrejtësi, e dikush vdes tu bën padrejtësi. Po atëherë s'ka kuptim dunjaja kështu nëse çështu për çështa na ka kriju Zoti. Domethënë patjetër një ditë kena me dal, edhe kena me dhon llogari, sikurse ti bën punën tënde, punon, në fund vitit i jep llogari dikujna, se me kon që si jep llogari dikujna, bëhet lamsh bëhet puna. Bëhet lamsh. Prandaj edhe kjo dunjë, domethënë nëse përfundon dunjaja pa dhon llogari, atëherë s'ka kuptim dunjaja. Domethënë këtë dunjë kemi ardhur me përmirësu konceptin ton, mendimin ton, se një ditë na për çdo gjë kena me dhon llogari. Edhe që ki përmirësim neve na bën të mirë në jetën e kësaj dunjaje, që të jemi më të kujdesshëm, që të kemi kujdes kur të kemi punë edhe Allah zhveresh me njëri tjetrin, të mos i bëjmë zullum njëri tjetrit, edhe pse kam mundësi me të bëj zullum, po jo e di se një ditë ka me dhon llogari. Përmirësimi tjetër është përmirësimi i njëri tjetrit. Kjo është shumë e rëndësishme vëllazni. Sa vete jemi qëtu? 80, 100, zine se jemi 100. Sikur se fizionomin që se kina këtë njësoj, edhe ndjenjat si kemi njësoj, edhe mendimet si kemi njësoj, edhe nervozën se kemi njësoj, edhe bucin se kemi njësoj, edhe ndodh në i herë, ndoshta edhe për kur gjo hiq me u idhnu, apo? Ose për gjona banale, na mja këthi shpinën njëni tjetërit. Edhe shka është nuk është problem se idhnomi. Idhnimi seher ka egzistu, vllazni. Seher ka egzistu idhnimi. Seher ka egzistu këtë shkuptimi. Edhe kjo është hikmeti i Zotit. Kjo është urtësia e Zotit, pse Zoti neve na ka kriju. Mirë, po Allahu na i ka dhënë mundësinë për mu përmirësu. Allahu na i ka dhënë mundësinë për mu korrigjue. Edhe kjo është e mira e Islamit ton, që na nuk bën me lan edhe mu trash e keqja. Nuk bën mu lan. E keni vërejt o vllazni, kanë shpesh herë dy veta zihen për një fjalë, për kur gjo hiq. Edhe dan, një ditë, dy, një javë, një muj, 3 muj, 4 muj, edhe ajo shkon veç tu zgat edhe tu trash ajo, tu trash e keqja. Edhe mas një kohë, tu ditë vetëdijson edhe thojnë, po pse u idhnu mëre për kur gjo hiq? Për shka u idhnu? Për kur gjo hiq? Kështu që besimtari mirë, që lip Zoti, e që duhet me jetu me këta, e që është një shpërblim shumë i madh, e që është një urdhër i Zotit, e që ka shumë peshë në dunja dhe në ahiret, është puna e përmirësimit. Lum ai i cili nuk flen, nuk e zën gjumi, edhe vazhdimisht mendon qysh me i përmirësu dy veta, qysh me u përmirësu me dikan, qysh me përmirësu filanin me filanin. Lumaj, dhe kjo është vetija më e mirë o vllazni. Edhe Zoti ka thonë, imani i plot është me njerin i cili e ka këtë tabiat. Edhe e kundërta, nuk e ka imanin tamam. Ai i cili flen edhe nuk përmirësohet me tjetrin, ose nuk merr iniciativë me përmirësu tjetrin. A e dini pse o vllazni? Nëse na nuk jemi përmirësues, e keqja e të keqit ka me të hangër dhe tije. E dini atë llafin qysh është? Karshit thotit, digjet i njomi. Ti mund është me thonë, po shka kam be fajune? Jo, faja është e ti. Faja është e ti. Nëse e shef dikan të u fundos, aja zga dorin apo e len mu fundos? Nëse e shef të u fundos, edhe nuk e shpëton, në ditë llogarisë ti ke me dhonë llogari. Në ditë mahsherit ke me dhonë llogari, se ke pas mundësi me shpëtu, po nuk e ke shpëtu. Andaj ka thonë pejgamberi sa,
Jeta shoqërore është sikurse shembulli i një anijes, ku janë udhëtar në katin e parë edhe në katin e parë dhe në katin e dytë. Shembulli i një shoqërisë është sikurse shembulli i një anijes, që disa udhëtar janë poshtë e disa udhëtar janë lart. Dhe këta poshtë që janë, kur dojnë me mush ujë, e kanë pak zamet me hip deri nalt edhe me marr ujë. Edhe një ditë njëri i kujtohet i thotë, a di çka thot? Thot, na s'kena me hip nalt, po kena me çel një vrim që një birë, edhe kena me marr ujë këto. Nëse ato që janë katin e parë, përmi këta, nëse e din që janë të e qelë vrimen, a i lajnë me qelë vrimen? Nëse e qelin vrimen, a fundosën vetëm këta që janë poshtë apo të ditë? Fundosët edhe ajo që është ndër këta, edhe ata që janë përmi këta. E njëjta është kështu që na ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse e shef një të keqe në shoqni, mos thuj nuk ka puna jeme. Mos thuj unë nuk do të jap përgjigje për ta. Mos thuj se e keqja e tina s'ka më mëzon mua. Historia ka shumë shembuj, o vëllazni. Historia ka shumë shembuj. Në krah të keqet është fundos edhe i miri. Në krah të keqet është fundos edhe i miri. Dhe në krah të mirit shpëton edhe i keqi. Kur? Atëherë kur i miri është përmirësues. Zoti i Madh në Kur'an ka thonë shumë mirë. Ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Mushrikët e Mekës, pabesimtarët, e kanë merituar dënimin më të madh. Ngoni çfarë shembulli jep Zoti. E kanë merituar dënimin më të madh. Mirë po për shkak se Muhamedi alayhis salam ka qenë përmirësues në atë shoqëri, Allahu si ka dënu. E keni qartë. Për shkak se në mesin e tyre akon Muhamedi alayhis salam, i cili ditën edhe natën ka mendu dhe ka planifiku që atë shoqëri ta shpëton, Allahu ka zbrit ajet kuranor. Ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Përderisa ti je në atë shoqëri dhe e ki këtë tabiat dhe jeton që ata me i përmirësu, vetëm që kjo veti është i shpëtu ata, për ndryshe i kisha dënu moti. A shifni çfarë vetia është, jo vllazni. Kjo është një veti shumë e madhe. Zotën këtë bereqeti të njeri sillet kur njeri mendon dhe planifikon qysh me bo mirë. Qysh me bo mirë për kanë, qysh me bo mirë për tjetër. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu. Mos u mashtro me veten. Mos mendo se e ki besimin tamam. Se kështu na mëson pejgamberi alayhis salam. Nuk ka besu askush për juve, derisa atë nuk ja dëshiron vllaut vet, atë çka e dëshiron për vete. Kështu që nuk ban me zon xhumi. Nuk ban me kon rahat. Se kështu të ka mësu Zoti. Tham një ditë, na ketë jemi delegat Zotit, na ketë jemi ambasador Zotit në tokë. E Zoti kur e ka zbrit këtë islam, e ka zbrit në tabiatin e përmirësimit. Unë e ku marr identitetin e islamit. Pa këtë veti, s'ka kuptim islami jem. S'ka kuptim identiteti jem si musliman. Kështu që na duhet me pas parasysh shumë këtë, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, a doni ju kallëzu për diçka që është më me vlerë se namazi nafile? A doni me ju kallëzu për diçka që është më me vlerë se sadakaja? A doni me ju kallëzu për diçka që është më me vlerë se agjërimi nafile? Kanë thonë, ja Rasulullah, po kallëzona. Sa sevap është me agjëru për çdo ditë? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai cili agjëron një ditë për hir të Zotit, Allahu e largon fytyrën e tij 70.000 vjet nga zjarmi i xhenemit. Edhe ka thonë pejgamberi sa se për agjërimin vetëm unë e shpërblej robin tem. Mirë, po a pas ka diçka më madhështore se agjërimi? Ka. A ka diçka më të madhe se sadakaja? A dini çka është sadakaja, o vëllezër të nderuar? Veç për sadakan, në bazë të haditheve që kanë ardhur, ka më shumë se 50 dobi. E largon hidhrimin e Zotit, e fiton mëshirën e Zotit, e largon smundjen nga trupi jot,
edhe ka shumë e shumë të mira dhe shumë bereqete për dunjë dhe në ahiret. Por ka thonë pejgamberi alajhissalam, është një vepër që është më madhështore se sadakaja, se agjërimi e se namazi vullnetar. Kanë thonë ja Resulullah kallzona. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me i përmirësu dy zemra që janë armiqsu për dunjë. Me i përmirësu dy zemra që janë armiqsu për dunjë. Po mirë, çish bëhet me u përmirësu tash? Kush më janë nisi pari? Ai që është më burr, ai janë nisi pari. Ai që është më musliman, ai janë nisi pari. Mos pritaj me thon fal, se na kështu thojna. Po pa ai më ka bëu zullum mua. Po ai më ka bëu padrejti, ai duhet më ardh me thon, m'fal. Jo, kështu nuk janë këto rregulla. Rregullat e përmirësimit kështu nuk janë. Këto janë rregullat e egostane. Këto janë rregullat e çefit tan. Ama rregullat e përmirësimit nuk janë kështu. Rregullat e përmirësimit janë kur ai të ka bëu padrejti, edhe ti te i kalon vetveten. E kalon egon tane. Nuk ka më rëndësi. Nuk ka më rëndësi ai pse më ka dëmtuar mua. Më rëndësia është që ai me pas kontakt me mua. Kjo është më rëndësi. E na çka thojna? Na thojna jo. Unë më i nati. Unë jam burr. Jo be sa burr nikë. Se si më burr se pejgamberi alajhissalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk është hakmar për vetveten, edhe pse shumë njerëz i banën padrejti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alajhissalam nuk u hakmar për asnjënin. Cila është e mira? Cila është ajo që e lip Zoti? Cila është ajo që e don Zoti? Me ulti vetveten, me bë urr vetveten, vetëm që ti me pas kontakt me vllaun tan, me mikun tan, me shokun tan, me atë që vjen xhami, se ka thonë Zoti i Madh, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit, ngoni mirë. S'ka thonë Molla Bedria, as Molla Hasani, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit kur do të dalmi këtë para Zotit, që qëndrimi jon ka me kon 50.000 vjet. 50.000 vjet në ditë kiametit. Për dikon ka me qenë dënim, e për dikon ka me kon nder. E Zoti ka me thonë, let dalin ata që e kanë të garantuar shpërblimin e Zotit, dhe let hinë xhenet. Kur e nitën sahabët, kur e ndëgjun këta, tha ja Resulullah, kush janë ata që kanë me pas të garantuar shpërblimin e Zotit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ata që në jetën e kësaj dunjaje i ka fal gabimin vllaut vet edhe shokut vet. E ka kalu vetveten. Nuk ka vëndu i natë. Nuk ka thonë, unë e kam drejt. S'ka lidhe, unë jam drejt, ama unë e ka përsej vetveten. Vetëm për hatër të përmirësimit. Vetëm për hatër që ta afroj. Vetëm për hatër që unë t'jam nga tatina. Vetëm për hatër që ta fitoj mëshirën e Allahut. Me fitu mëshirën e Allahut është më e madhe dhe më e rëndësishme se m'ja bot qefin vetvetes, se qefi jot është i përkohshëm. Qefi jot është qef i dunjas edhe shumë shpejt kalon, ama me fitu knatësinë e Zotit është një knatësi që e fiton dunja dhe e fiton ahiret. Kështu që nëse ti ja fal vllaut tan, nuk ka fitu vllavi jot, po ke fitu ti mas shumt. E pastaj fiton vllau jot. E pastaj e fiton të mirën edhe bereqetin edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. O vllazni, kur folmi për përmirësimin nuk ban mi klasifiku njerëzit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domodin atë shumë i ka dhënë rëndësi përmirësimit derisa edhe jo besimtarët kur kanë dëgjuar që janë armiqsu mes vete, kanë nxitu pejgamberin sa dhe i ka përmirësu. Jo muslimant, për musliman nuk bëhet fjalë. Por pejgamberi alayhis salam atë shumë i ka dhënë rëndësi përmirësimit, saqë edhe shoqërit jo muslimane kur kanë dëgjuar që ata janë keqsu mes veti, ka shku pejgamberi alayhis salam edhe i ka përmirësu. Që kjo është Islam. O vllazni, rejna çka është? Çka është rejna? Është mëkat. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, besimtari, edhe pse besimtari duhet me konë shumë i mirë, shumë perfekt, se perfekta vetëm Zoti, por duhet mu mundu sa ma i mirë me konë. Ka thonë pejgamberit, e kanë vetë pejgamberi selam,
A mundet me vjedh një besimtar? E mashtron shejtani, mundet me vjedh. Po besimtari a mundet me gabu diçka, mundet me gabu. Po besimtari a mundet me bëj ndaj gabim të madh, po mundet me gabu. Kanë thonë po besimtari a mundet me rrejt, ka thonë s'rrejt besimtari. Besimtari s'ban me rrejt. Do shta kret ki arsye me i ban, ama besimtari nuk rrejt. A dini pse? Se rrejna është qelsi i këtë këqijave. Por rrejte, nëse rrejna është pjesë e karakterit tanë, ta dish se ti e ke qelë derën e këtë këqijave. Ti mundesh me konë shumë i keq. Nëse nuk rrejnë, ti mundesh me konë shumë i keq. Nëse nuk rrejnë, për hatër që saj Zoti s'ka me ta marrë ftyrën, pa të drejtu dhe pa të udhëzu. Po dhe kundër ta mundet me konë. Nëse ti mundesh me konë, nëse ti namaz falës, edhe ndukje mundesh me konë sikur musliman shumë i mirë, por nëse rrejnë, me qëllim rrejnë, vazhdimisht rrejnë, e ki tabiat, nuk ta merr shpirtin Zotit pa ta marrë ftyrën. A e kuptut? A habitmi shpesh herë thojna, qysh be filani u udhëzu? A habitmi? Shpesh herë. Qysh be, baja kon shumë i keq, baja kon be, a e ka bo qëtë punë, po be, keti ka bo qëto, ama e ka pas një veti shumë të mirë e ka pas, a e s'ka rrejt. A edhe kur e ka bo, ka thonë, e kumbo. S'ka rrejt. Nuk e ka rrejt kërkan, nuk e ka mashtru kërkan, për hatër që saj, Allahu e udhëzon, edhe drejton, edhe nuk ja merr shpirtin faqezi. Po është edhe kundërta. Shpesh herë thojna, po çish be kemi njohur për burr të mirë ata? E kemi njohur për burr të mirë, e kemi njohur për kështu, po ama se kemi ditë që e rrejnë. E çka? Nëse njeri mirët me rrejnë, pra atë edhe ka thonë pejgamberi sa, folën e drejtën, se e drejta udhëzon rrugë drejt, e rruga e drejtë çon xhenet. Folë drejtën. Fjala e drejtë drejton. Dhe rruga e drejtë çon xhenet. Edhe ka thonë, mos rrej, se rrejna çon rrugë të keqe, dhe rruga e keqe çon xhehenem. Dhe thot pejgamberi sa, njeri i cili rrejn, i cili vazhdon me rrejt, derisa regjistrohet te Zoti rrendës. Edhe në ditën e kiametit, ka mu thirë si rrendës. Mirë po, Islami, qatë shumë i ka dhonë rëndësi e rrejnës, që zgudzon me rrejt, zgudzon ti me konë rrendës. Mirë po ka bo përjashtim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm në një situatë lejohet rrejna. Kur? Ajo është gjendje jashtëzakonshme. Njani thot, gruje mban me rrejnë. Besimtari jo që ban me rrejnë, po e ka farz me rrejnë, kur? Kur është në pyetje me i përmisu dy zemra. E ki farz, mos e vetë hoxhën, farz e kije. Sikur namazin që e ki farz, e ki farz edhe me rrejt. Çka mi thonë? I din se dy persone janë të armitsum. Shko te njëri dhe thuj, o filan, mora vesh me që ti i idhnushëm me filanin, mos i thuj, se na kena marak, e pash diçka për ti folke keq. Diçka e i merë keq për ti jam, tonë, edhe smujta me net parë me të kallëzue. Po shejtani ka punëtor të vetë. Jo, du të me bëhet kundërtën. Edhe nëse ka fol keq, ti çka? Këta ato fjalë të këqija shndrojnë të mira. Edhe shko thuj, o filan, pa i njëri doj ke more tije, pa i folke mirë për ti, pa i kishte mendim të mirë për tibe, pa i sa mirë mendoj ke për ti, asune nuk mendoj mirë për ti. Do më thonë, edhe pse si ka thonë ato fjalë, për ti përmisu dy zemra, lirisht rrej, se rrejna jote shkruhet sevap, jo vetëm sevap, por shkruhet një sevap shumë i madh. Sepse kështu na ka mësuar Islami, kështu na mëson pejgamberi,
dhe në këtë format ka kuptim Islami jonë. O vllazni, shejtani i ka ato shejtan të vogli. I ka ato shejtan të vogli. Edhe ai iblisi i çon ato punëtorët në sabah. Thot dilni shkoni punoni. Edhe secilin e vere me të më kallëzoj kush ka bën. Edhe vjen njëri thot e kum shti filanin me bën çet gjuna, thot kur gjons pas ke bë. Vjen tjetri thot e kum shti me bë filan gjunoj, thot kur gjons pas ke bë. Vjen tjetri thot i kum do dy zemra. Hes thot se ti pas ke bë punë më të madhe. Ai morët vesh. Vjen shejtani tjetër thot thot o iblis, thot e kum bën një punë të madhe, thot çka ke bën? Thot i kum do dy zemra. Thot ti thot se ti e meriton çinin me ta dhon. Ti e meriton me ta dhon një grad më të lartë. Kështu që mos ta marr me rolin e shejtanit. Mos ta marr me rolin e shejtanit, por ta luajm rolin e insanit. Ta luajm rolin ashtu siç na ka kriju Zoti, të jemi përmirësues në jetën tonë. Se në përmirësim ka bereqet, ka mirësi, ka rahmet dhe çdo e mirë është në përmirësimin tonë, në shoqërinë tonë, familjen tonë, në jetën tonë individuale dhe kudo, vallaj cilësia më e mirë e njerit, është që ai mos me kon rahat derisa dy veta t'i shef mirë. E lutë Zotin e Madh, që Allahu neve të na udhëzoj, të na drejtoj, të na mundsoj që zemrat tona t'i zbusmi e t'i afrojmë me njëri tjetrin e të jemi përmirësues e mos t'jemi përçarës. Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju dhash çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër.